Ka disa data në histori që janë dritare të hapura, për cilave fati i kombeve shihet si në një triptik, ku e shkuara, e tashmja dhe ardhmja paraqiten me një kthjellësi magjepsëse. 9 maj i Europës është pikërisht një prej atyre datave. Një ditë që lindi nga hiri i një zjarri shkatrimtar dhe u kthye në simbolin më të fuqishëm të guximit politik. 9 maj nuk kremton krijesën më të jashtëzakonshme të historisë politikës, e cila është Bashkimi Evropian, po kremton vetë Europën si djep kulturash dhe historish, të kthyer në burimin e një paqeje shumbullore mes të ndryshmish që bashkëjetojnë, bashkëpunojnë dhe bashkëudhtojnë si të barabartë, duke pranuar si të mirëqënë faktin se liria dhe dinjiteti njerëzor nuk negociohen. Natyrisht që kjo që po jetojmë nuk është një kohë e mirë për Europën, po as për botën. Është një kohë e vranët, siç është dita sot, ku tundimi për të mbyllur brenda mureve të shtëpisë është i fortë, ku frika nga rrebeshet e të kurrë optimizmin dhe rrit pasigurinë, dhe ku dielli duket sikur s'ka ndërmend të rikthehet. Por kjo është njëkohësisht koha kur më shumë se sa asnjëherë libri i historisë së Europës është aty për t'i ardhur në ndihmë kujdo që do të kuptojë në radhë të parë se çfarë nuk duhet bërë. Mbyllja brenda mureve, frika dhe pesimizmi, humbja e besimit tek projekti madhështor i Europës Bashkuar dhe tek vlerat themeltare të tij, ndjellin keq jo thjesht për Europën apo Bashkimin Evropian, po ndjellin keq për çdo popull dhe çdo shtet evropian nesër. Për ne shqiptarët, Europa mbetet edhe në këtë kohë të vranët, ajo që ka qenë kur nuk ishte dot e arritshme, përveç se përmes atyre valve të dopta që antenat ilegale sillnin nga jashtë Shqipërisë në ekranet e vegjël, bardhëzit televizorëve jo të shumtë. Europa për ne mbetet një ëndër dhe një tokë e premtuar, një amanet i patjetërsueshëm kombëtar dhe një mision i pandryshueshëm politik, jo sepse ne jemi naiv, as sepse ne kemi iluzione, por sepse ne e dim fort mirë dhe më lejoni ta them, ne e dim më mirë se sa kushdo tjetër në këtë kontinent se çfarë do të thotë të jetosh i izoluar dhe i rrethuar me mure për të mbrojtur nga Europa. Askund tjetër në Europën e sotme nuk mund të ndodhë që një parti politike të dalin fushat me flamurin e Bashkimit Evropian, të kërkoj vota me premtimin e bashkimit me Europën dhe të fitoj një shumicë të cilësuar për të zbatuar pa humbje kohe të gjitha detyrat që dalin nga negociatat për antarësim me Bashkimin Evropian.
Kjo mund të ndodhë vetëm në Shqipëri. Dhe përsëris, jo sepse ne jemi naiv, apo pse kemi iluzione, por sepse ne e ndjejmë deri në palc vlerën e pachmuar të Europës, të qenit evropian dhe nga ana tjetër të pasurit mundësinë e të jetuarit në Bashkimin Evropian.